Ndela, të përshëndes. Po, përshëndetje, Aida. Në fakt është një ngjarje e rëndë që raportohet në qarkun e Elbasanit e konkretisht vjen në bashkinë e Prenjasit, aty ku ka dyshime se një mësues i arsimit 9 vjeçar të ketë përndjekur dhe të ketë ngacmuar seksualisht 2 nga vajzat të cilat ndiqnin mësim në shkollën 9 vjeçare Skënderbej, pikërisht në fshatin Rajc. Ndërkohë që kanë qenë familjarët e 2 vajzave të mitura, përkatësisht 13 dhe 14 vjeçe, ata të cilët kanë denoncuar në policinë e Librazhit mësuesin 55 vjeçar ndjesën iniciale FH, i cili sipas tyre ka përndjekur dhe ka ngacmuar ose të paktën ka tentuar të ngacmojë seksualisht 2 vajzat e mitura. Ndërkohë që rezulton që mësuesi 55 vjeçar të jetë përposë të faktit që jepte mësim në shkollën 9 vjeçare të fshatit, të jetë edhe banues në fshatin Rajc të bashkisë së Prenjasit. Po, Ndela, një ngjarje e rëndë, pra, çfarë po ndodh? Ne kemi një mësues që është dhe banuesi i asaj zone, se sipas ndarjes se si bën Ministri i Arsimit, mund të ishte edhe dikush që vinte pra nga jashtë, varet se ku ti e mërohesh. Pra, i tu mësuaj që 55 vjeçari është banor i kësaj zone dhe i fshatit Rajc dhe jep edhe mësim në shkollën 9 vjeçare. Tashmë, e para një herë shumë e rëndësishme që edhe në përfshatra reagohet, sepse tendenca gjatë gjithë këtyre viteve ka qenë që të fshihen për shkak të turpit, që ndodhin ngjarje të tilla dhe psikologët, sociologët i kanë mshuar fort duke nxitur një gjë të tillë. Dhe kjo është një pjesë e asaj se çfarë ne po themi dhe po raportojmë. Pra prindrit, fëmijët kanë marrë kurajon që ta çojnë dhe ta denoncojnë tek organet përkatëse. Nuk e di nëse ke patur kohë dhe mundësi të mësosh për mënyrën se si është të përjetuar, ose çfarë kanë thënë banorët të cilët edhe e njohin 55 vjeçarin. Ndërkohë po lexoja edhe një tentativë për t'u larguar. Çfarë dihen, Tela? Ajo që di përpos faktit që kemi tashmë prindër të ndërgjegjësuar edhe kur vjen në puna për fenomene kaq të rënda të cilët më herë të stepeshin të denonconin, madje më rezulton se edhe më herë të prindër, pra nuk flas për 2 prindërit në fjalë të cilët kanë denoncuar së fundmi në policinë e Librazhit, por edhe të tjerë familje kanë pasur pak nësi për mënyrën se si 55 vjeçari sillej kryesisht me vajza të qoftë në ambientet e shkollës, por edhe në rrugicat e fshatit, duke e diskutuar mes tyre këtë sjellje të pahishme të tyre, por ky është rasti i parë ndoshta që 2 prindër i drejtohen kështu në mënyrë zyrtare policisë të Librazhit për të kryer kështu edhe një denoncim. Ajo që ka ndodhur më pas, Aida, është fakti se duke qenë se kemi të bëjmë me një komunitet të vogël aty dhe fjalët ndoshta ndonjëherë mësohen shumë shpejt, është vënë në dieni në fakt të mësuesi 55 vjeçar se ndaj tij në policinë e Librazhit ishte kryer një denoncim, ka shpejtuar në fakt që të blejë dhe një biletë udhëtimi në një nga agjencitë turistike të Librazhit dhe ka tentuar që të largohet jashtë vendit duke ju drejtuar kështu edhe aeroportit Nën Tereza në Tiranë, por policia e Librazhit pasi kishte marrë të gjithë informacionin e duhur se 55 vjeçari ishte duke u larguar jashtë vendit, ka intensifikuar operacionin me metodat e saj speciale, duke arrestuar kështu 55 vjeçarin, duke mos pritur që të kryhen të gjithë procedurat ligjore. Pra kemi një arrestim me iniciativë, janë terma teknik që përdor policia në të tilla raste, pra në momentin që nuk ka pasur një urdhër ndalimi nga ana e prokurorisë, pasi koha ka qenë e pamjaftueshme që policia e Librazhit, më pas ajo e Elbasanit të vinin në dieni prokurorinë e rrethit të Elbasanit për rastin në fjalë, ndaj konsiderohet arrestim me iniciativë. Gjithsesi të gjitha materialet në ngarkim të 55 vjeçarit i kanë kaluar tashmë prokurorisë e Elbasanit, e cila së bashku me policinë e Librazhit, por edhe me policinë e Elbasanit, janë duke punuar për këtë rast të rëndë. Dua të di, këto ngacmime që më le të kuptohet që kanë qenë her pas hershme dhe ai punonte mësues aty, në familje të ndryshme thatë ju ka patur si shqetësim. Në çfarë forme janë bërë? Gjatë orës së mësimit, jashtë mësimit,
për çfarë ankohen vajzat nëse ne e dim, apo ndoshta edhe djem, nuk e di se çfarë ka bërë, se s'është çudi në kohët e sotme. Dhe tjetra, ka një qëndrim drejtoria arsimore, rajonale, shkolla, sot ka reaguar për këtë, dhe a ka një psikolog aty, a ka patur informacione më herët në këtë zonën e vogël, drejtori i shkollës se ky mësues ka një sjellje të papranueshme? Pra, Aida, përpos faktit që komuniteti tashmë e kishte një informacion për sjelljen e pahishme të mësuesit të fshatit, por dhe shkollës së tyre, i cili do duhet të edukonte breza të ri, por nga në tjetër na rezulton e kundërta në punën apo aktivitetin e tij të përditshëm, më lejo të them që informacioni më herët për këtë ngjarje kaq të rëndë fillimisht ka dalur nga media, pra në mënyrë jo zyrtare, dhe më pas ka shpejtuar policia e Elbasanit për të dërguar edhe një komunikat zyrtare për median, duke qenë se jo vetëm rasti në fjalë, por edhe emri i mësuesit, prej 55 vjeçarit tashmë po bënte xhiron e rrjetit. Ditë të them që kjo ngjarje patjetër që është përjetuar me stres, por nga ana tjetër edhe me një ndjeshmëri të lartë, jo vetëm nga komuniteti i Rajcës, të cilët edhe më herët kishin reaguar për këtë rast, po për kudo, të paktën në qarkun e Elbasanit, ndërkohë që nuk mund të them për mënyrat e ngacmimit që mësuesi kishte përdorur ndaj vajzave të mitura 13-14 vjeçare, por janë pyetur vajzat, kanë qenë mesazhe në telefon apo kanë qenë reagime të pahishme brenda ambienteve shkollës? E në fakt, policia në deklaratën e saj Aida bën me dije se tashmë rasti është duke u hetuar, por janë marrë në ngarkim edhe telefonat celular, në këtë rastin konkret 55 vjeçarit, pra mësuesit i cili akuzohet për përndjekje dhe për ngacmim seksual, por edhe telefonat e vajzave të cilat dim tashmë që brezi i ri, edhe pse të mitur zakonisht e kanë një aparat celular me vete. Më pas do t'jenë informacione apo deklarata që policia në bashkëpunim me prokurorin tashmë kanë mbërritur edhe në ambientet e shkollës, dhe patjetër që pjesë e pyetjes të tyre do t'jenë edhe vetë nxënësit, pavarësisht pra aty ku mësuesi jepte mësim, më pas do të patjetër që edhe komuniteti i zonës do të ketë një rol të tij në të gjithë këtë ngjarje të rëndë, ku siç ju e thatë, pavarësisht se ka psikolog për shkollat, në zonat rurale është pak e vështirë të flitet për të tilla fenomene, ndaj në rastin konkret këta prindër do duhet që të përgëzohen për iniciativën e marrë. Por më lejo të them se jo gjithmonë kemi një reagim të shpejtë kur vjen puna tek institucionet tona vendore, të cilat më herët do duhet që këta punonjës të arsimit nuk di në mënyrat që ato kanë, do duhet të kontrollojnë apo t'i kalojnë më herët në sit. Mbaj mend të një disa raste në fakt në Elbasan të kësaj lloji natyre, që edhe pse ka pasur shpesh pak nësi dhe denoncime, ndoshta jo në polici, por edhe në komunitetin apo në drejtorinë e shkollës, jo gjithmonë janë marrë masa apo të tilla akuze janë marrë me seriozitet nga në drejtorive të shkollave. Të paktën ka pasur dy raste të tilla në Elbasan. Sa i takon në rastit të prenjasit, ndoshta ju kërkoj pak kohë për të pasur gjithë kohën e nevojshme, apo mundësinë që dhe unë të kem një zë zyrtar nga në policisë e Elbasanit, në mënyrë që të mos krijojmë edhe një lloj. Është mirë kuptuar Entela, sepse rasti është shumë sensitiv dhe sigurisht tashmë kur dalin emra të mosha, shkolla, zona, denoncimet, trazohet i gjithë komuniteti atje. Kështu që unë të falenderoj për gjithë sasodhen, më profesionale dhe sa në ndam, referuar edhe njoftimit të policisë, të pritje ndoshta gjatë minutave në vijim edhe edicionet informative, që të kemi dhe zërat e qytetarve, banorëve atje, për mënyrën se si ata janë ndjerë nga ky rast i cili shpresoj mos tjetë pra të marrë për masa të tjera, më të mëdha, të mbetet deri këtu nëse dhe të hetohet ashtu siç duhet. Faleminderit Entela.